Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK, ka ndërmarrë një seri veprimesh hetimore që lidhen me procedura koncesionare dhe tendera në sektorin e shëndetësisë, duke ushtruar kontrolle në ambientet e Spitalit Amerikan dhe në kompaninë farmaceutike Evita SHPK. Agjentët e Byroja Kombëtare e Hetimit kanë sekuestruar dokumentacion dhe pajisje elektronike, të cilat pritet i nënshtrohen ekspertimit teknik. Me sendeve të bllokuara është edhe telefoni personal i biznesmenit Klodian Allajbeu, drejtuesi i Spitalit Amerikan. Sipas burimeve zyrtare, Allajbeu i është drejtuar Gjykata e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, GKKO, duke kërkuar kthimin e celularit dhe materialeve të tjera të sekuestruara me argumentin se masa është e pabazuar. Edhe 8 persona të tjerë kanë paraqitur kërkesa të ngjashme në këtë gjykatë. Tenderi 750 milion lek dhe koncesioni hemodializës. Hetimet janë përqendruar te disa procedura prokurimi, ku dyshohet për favorizime, përfshirë një tender me vlerë rreth 750 milion lek për pajisje të kardioqirurgjisë. Burime pranë çështjes bëjnë me dije se në garë ka qenë edhe një ofertë më e ulët, por fitues është shpallur një operator tjetër pas skualifikimit të konkurentit. Po ashtu, nën verifikim mbetet edhe koncesioni i hemodializës me vlerë rreth 120 milion euro, si dhe kontrata të tjera që lidhen me shërbime të specializuara shëndetësore. Dyshime për konflikt interesi. Në kuadër të hetimeve po shqyrtoar edhe marrëdhëniet mes përfaqësuesve të biznesit dhe zyrtarëve të lartë shtetëror. Emri i ministres Evis Sala përmendet në dokumentacion si pjesë e një situate që po analizohet për konflikt të mundshëm interesi. Sipas të dhënave të raportuara, ajo mban postin e rektorit në Western Balkans University, institucion privat në pronësi të Allajbeut, ndërkohë që ministria që drejton ka pasur vendimmarrje që lidhen me kontrata apo pagesa ndaj Evita SHPK. Raportohet se për angazhimin në universitet, ajo përfiton rreth 15.000 euro në muaj. Ndërkohë, përveç zgjatjes e kontratës së dializës me 5 vite, Spitalit Amerikan i është garantuar edhe ekskluziviteti për operacionet e trombozës gjatë vitit 2026, çka sipas të dhanave pritet i sigurojë rreth 10 milion euro të ardhura vjetore. SPAK ka tashmë në administrim komunikime dhe dokumente të sekuestruara gjatë kontrolleve. Hetimet vijojnë për të përcaktuar nëse bëhet fjalë për shkelje administrative apo për element të veprave penale me pasoja për buxhetin e shtetit.